Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahu xhaleshanuhu, krijuesit të qiejve dhe tokës, meritorit të vetëm të adhurimit dhe falënderimit të pashoq. Ndërsa salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, pishtarin ton drejtues që me dritën e fjalëve të Allahut xhaleshanuhu e përudhi njerëzimin, e mësoi atë se si të ecë rrugës së drejtë të Allahut xhaleshanuhu, Islamit. Selamet tona qofshin mbi sahabët e tij të ndershëm, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë ata besimtarë që të përbetuar do të mundohen të ndjekin hapat e tij të ndritshme deri në ditën e gjykimit. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm, fillimisht dua të shpreh kënaqësinë time të madhe që sërish sonte jam në vatrën e vjetër, në këtë vatër ku kemi kaluar shumë mbrëmje të këndshme me ligjërata, më shumë do të thoja nga ligjërues të tjerë. Unë për vete i kam shijuar më shumë kur kam pasur fatin të dëgjoj hoxhallar eminent këtu, duke ligjëruar para nesh, dhe të jemi në mesin tuaj dhe ja sonte jemi sërish. Falenderoj Arlindin për mundësinë dhe ftesën, përshëndes prezencën e drejtorit tonë të përgjithshëm Magjistër Ahmet Efendi Mehmetit, hoxhallarëve të tjerë të pranishëm dhe gjithëve juve këtu. Unë sot, ashtu siç e paralemroj edhe Arlindi, do të mundohem që të trajtoj disa çështje të cilat më janë parashtruar mua, që kanë të bëjnë edhe me lëmin që unë kam studiuar në studimet e mia në Universitetin e Ezherit, gjithsesi që kanë të bëjnë me të drejtën islame, me nevojën apo jo të vazhdimit të traditës sonë shekullore të ndjekjes së një shkolle të caktuar juridike të një medhhebi. Pra, sonte do të mundohemi të ecim në dallgët që dekadat e fundit na kanë kapluar duke nxitur dyshime te një popull që historikisht kanë qenë të përbetuar, ndjekës të përkushtuar të shkollës juridike të medhhebit Hanefi, dhe që për qëllime të caktuara është munduar që të hedhin dyshime në lidhje me atë se a është legjitime, a është e drejtë dhe a duhet të vazhdohet kjo traditë shekullore e jona. Unë do të mundohem që, siç edhe mund ta shihni, sot pas një hyrje të shkurtër sonte, unë do të mundohem që t'ju përgjigjem pyetjeve të parashtruara, edhe atë në rrjedhën si vjen. Pse dhe si lindën medhhebet fikhore? Ishin nevojë apo ishin njerësi e panevojshme? A mjafton Kurani dhe Suneti për mua dhe për ne? Tjetra, a ndjekim ne Ebu Hanifen rahimehullah apo Muhammedin alayhi salam dhe cili duhet ndjekur? A është legjitime në fakt kjo pyetje në vetvete? Dhe tjetra, si të sigurohem se ndjek një hoxh, një drejtim të drejtë, të sinqert, që do të më mjaftoj mua si një besimtar praktikues i fesë islame. Kur flasim për islamin, edhe pse ne gjithë jemi muslimanë dhe nuk kemi nevojë për ta definuar islamin, por për të qenë më i qartë ajo që duam ta ndërtojmë ne, rezultati te i cili duam të arrijmë sonte, është mirë që t'i kthehemi nga fillimi. Të pyesim veten ç'është Islami. Islami është fe, është feja që Allahu xhaleshanuhu zgjodhi për ne, dhe feja që Allahu xhaleshanuhu zgjodhi për ne është një sistem jete, që përmes shariatit si sistem parimesh, rregullash ligjore, por jo vetëm, synon të normatizoj, të rregulloj çdo sferë të jetës njerëzore. Ky fakt që Islami normatizon dhe rregullon çdo sferë të jetës njerëzore, duke filluar nga lindja e njeriu e deri në vdekjen e tij, e bën shariatin gjithëpërfshirës. Po e vendos shariatin edhe përpara sfidës që ai të jetë i aplikueshëm, të jetë aktual dhe të jep zgjidhje, të ofrojë zgjidhje për të gjithë njerëzit, për të gjithë popujt, në të gjitha kohrat deri në ditën e gjykimit. Islami si fe, burimin e vet e ka shpalljen e Allahut xhaleshanuhu. Që për ata që e dinë, shpallja e Allahut xhaleshanuhu ka dy forma të vetat, që në terminologjinë e burimeve e teorisë të drejtës të njohjes në Islam quhen el-wahyu al-matlu dhe el-wahyu al-ghayru al-matlu. Wahyi apo shpallja që lexohet, që këndohet në namaz, dhe shpallja që nuk këndohet në namaz. Dhe me këtë aludohet Kurani, fjala e Allahut xhaleshanuhu, dhe aludohet në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si burim të dytë të fesë islame, që gjithashtu është shpallje e Allahut xhaleshanuhu. Mbështetur në ajetet ku Allahu xhaleshanuhu neve na thot: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha", se pejgamberi alayhi salam nuk flet nga hamendje, gjithçka që ai thot s'është asgjë tjetër përveç se një shpallje që i shpallet nga Allahu xhaleshanuhu. Pra Islami mbështetet në këto dy shtylla. Dhe faktin që Islami mbështetet në këto dy shtylla dhe shariati rrjedhimisht, edhe ai e bën atë që të lihet
hapësirë apo të shfrytëzohet me tendenca dashakeqe, kjo hapësirë për të hudhërpluhur mbi atë se sa legjitime është që dietarët pastaj të zhvillojnë një teori të së drejtës që do të zhvillohet edhe më tej nga Kurani dhe Suneti, po që do të dalin emra burimesh tjera që vinë më pastaj, që ne do t'i shohim në vijim. Këtu unë dua të potencioj vetëm një fakt shumë të rëndësishëm që shpesh në debatin për atë se a duhet apo nuk duhet të ndiqen medhhebet, anashkalohet me qëllim. Kurani dhe Suneti janë shpallje, po. Por ama duhet ditur shumë mirë si kanë ardhur tek ne dhe kush na i solli neve ata sot. Kurani dhe Suneti janë shpallje të Allahu xhaleshanuhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka mësuar sahabëve, shokëve të tij, në radhë të parë në formë gojore dhe pastaj sahabët, sidomos Kur'anin, po edhe hadithin, e kanë ruajtur edhe në formë të shkruar deri kur është kanonizuar, është rregulluar dhe ne e kemi në formën që e kemi sot, hadithet me përmbledhje që i kemi, dhe e kemi Kur'anin tani në mushafin me shkrimin, me formën e shkrimit që ne njohim si el-Khatul Uthmani, si shkrimin e Uthmanit radiallahu anhu, në kohën e cilit Kur'ani, mushafi si një libër i përmbledhur është shumëzuar. Po kush na e solli neve këtë Kur'ani? Na e sollën sahabët, pastaj tabiinet, pastaj të tjerët, ishin dietarët që e normatizuan, e rregulluan dhe e filtruan që neve të na vi vetëm ajo që është pa asnjë fije dyshimi shpallje e Allahut xhaleshanuhu. E normatizuan hadithin dhe shkencat e tij, saqë u ruajtën ashtu siç në një ligjërat të tij Imami i Madh i Egjiptit i Ezherit, Sheikh Ahmed Tayyib thot, u regjistruan mbi 150.000 biografi transmetuesish, njerëzish, për të ditur kush dhe si, çka ka thënë dhe si ka thënë për të filtruar të gjithë këtë. Kush e bëri këtë? E bën dietarët, e bën shkolla dietarësh që e sollën tek ne. Një fakt që duhet ta mbajmë mend për kur dalim te pjesa tjetër. Tjetra, shkollat juridike, për ta thënë kështu në fillim vetëm si një deklaratë. Shkollat juridike janë rezultat i një procesi të gjatë që ka filluar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe që ka vazhduar pastaj me sahabët, me tabiinet e deri në formimin, etablimin dhe zhvillimin e këtyre shkollave, e një procesi të zhvillimit të së drejtës islame. Të trajnimit se si duhet të përfitohen ligjet nga Kurani dhe Suneti që e ka filluar, siç do ta shohim vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe që ka vazhduar më pas. Dhe këto shkolla në fakt paraqesin vazhdim të traditës profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në formën e përfitimit të ligjeve dhe të rregullave në Islam. Pse dhe si lindën medhhebet? Thamë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai të cilit ju shpall Kur'ani dhe është ai nga i cili ne e kemi Sunetin si formë të dytë të shpalljes, po që gjithashtu vjen nga Allahu xhaleshanuhu, e që paraqet në shumë raste sqarimin, definimin, zgjerimin dhe zbatimin praktik, shembullin praktik të zbatimit të asaj se ç'na obligon Allahu xhaleshanuhu. E drejta islame, zhvillimi i të drejtës, i strukturave të drejtës islame, i gjithë sistemi juridik islam, ka kaluar në për disa faza. Faza e parë është faza e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam pranon shpalljen nga Allahu xhaleshanuhu wa mëson besimtarët. Besimtarët kanë një çështje për cilën kanë nevojë të kenë një përgjigje, të pyesin është e lejuar apo e ndaluar, ku shkojnë? Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush ishte referenca ligjore e fundit që çdo debat mbaronte me të në kohën e pejgamberit alayhis salam? Këtë mund ta dimë gjithë, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe në këtë kohë burimet e shariatit ishin Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam, por aplikoheshin nga vetë pejgamberi alayhis salam. Dhe në këtë kohë nuk kishte nevojë që të zhvillohen shumë mendime të tjera të njerëzve të tjerë, sepse përgjigjja ishte gjithmonë te pejgamberi alayhis salam. Por ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si pejgamberi Allahu xhaleshanuhu, si i vetëdijshëm se pas tij nuk do të jetë ky mekanizëm filtrimi me një herë që të vinë njerëzit tek ai dhe të marrin përgjigje. Ai e filloi shumë herët në kohën e vetjetës së tij trajnimin e sahabëve të shquar që ata të dinë të përfitojnë mendime nga shariati. Ne sot ato mendime nuk i ruajmë të gjitha si mendime të sahabëve, po si sunet të pejgamberit alayhis salam. Pse? Sepse kryhen në mbikëqyrjen e tij dhe ai e miratonte apo e korrigjonte atë ijtihad, atë përpjekje që ata e bënin për të cilë një rregull, një vendim për të zbuluar vendimin e Allahut xhaleshanuhu në një çështje të caktuar. Dhe ne dimë që suneti i pejgamberit alayhis salam janë fjalët, janë veprat e tij, po janë edhe reagimet, pëlqim apo mos pëlqim, pëlqim apo korrigjim i veprave, i fjalëve dhe i gjykimeve të sahabëve të tij. Dhe në këtë fazë të definimit të së drejtës kemi shembull
një shembull shumë të bukur që na definon atë, që definon rrugën pastaj të fazave të tjera. Një nga ato është dërgimi i Muadh ibn Xhebelit radhiyallahu anhu si mëkëmbës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Yemen. Pejgamberi alayhis salam kur e dërgon Muadhin për në Yemen, i parashtron atij një pyetje dhe i thot: me çka do të gjykosh kur të vijë një çështje? Bima taqdi. Ai thot: aqdi bi kitabillah. Do të gjykoj me librin e Allahut xhaleshanuhu. Fa in lam tajid, e pyetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po nuk e gjetë zgjidhje në librin e Allahut xhaleshanuhu, bi sunnati rasulillah. Do të gjykoj thot me sunnetin e të dërguarit të Allahut xhaleshanuhu. Po nëse nuk e gjen edhe aty, e pyetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë përgjigjet Muadhi radhiyallahu anhu dhe i thot: ejtahidu ra'yi wala alu. Do të bëj ijtihad, ijtihad, kjo si folje është folje e llojit të katërt për ata që njohin gramatikën e gjuhës arabe, vjen nga rënja xehede, të japësh mund, të mundohesh. Dhe ijtihad është të japësh mundin deri në maksimum. Këtu është mundi deri në maksimum për të zbuluar vendimin e Allahut xhaleshanuhu, për të gjetur cili është qëllimi i Allahut xhaleshanuhu në këtë rast. Ai tha: unë do të mundohem me mendimin tim, me aftësinë time mendore, ejtahidu ra'yi wala alu, dhe nuk e lë mangët. Pra, nuk do të them që se di dhe do ta lë, sepse si shtam në fillim, Islami rregullon çdo fazë të jetës. Nuk kemi të drejtë gjithçka e ti thuam se dim si është rregulli dhe të veprojmë si duam ne. Jo, duhet të përpiqemi të gjejmë hukmin, vendimin e Allahut xhaleshanuhu për këtë çështje. Dhe ai tha: do të përpiqem sipas mendimit tim, sipas aftësive të mia të gjej mendimin e duhur dhe nuk do ta lë mangët. E pejgamberi alayhis salam i mshoi gjoksit të tij dhe i tha: falënderimi i takon Allahut xhaleshanuhu alladhi waffaqa rasulillah lima yurdi rasulallah. Falënderimi i takon Allahut xhaleshanuhu që e ka udhëzuar, që e ka mësuar të drejtën të dërguarit të pejgamberit Allahut, e ka udhëzuar për atë me cilën do të jetë i kënaqur pejgamberi Allahut xhaleshanuhu. Pra pejgamberi alayhis salam i trajnonte sahabët dhe i përgatiste për këtë sfidë që ata do t'i priste. Pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, udhëheqës të shoqërisë islame u bën sahabët, duke filluar nga Ebu Bekri radhiyallahu anhu, që ishte edhe halifi i parë, që në çështje diskutabile do duhej edhe të merrte vendimin përfundimtar. Dhe ai është në fakt ndër të parët që pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i pari që ka marrë vendime madhore për të ardhmen e islamit e që kanë prekur edhe të drejtën islame. Pastaj Omeri, pastaj Uthmani, Aliu radhiyallahu anhu, e kështu me radhë, që kanë marrë vendime të mëdha. Si kanë marrë këto vendime? Në këtë fazë është zhvilluar ky ijtihadi që tham, përpjekja për të përfituar ligjin nga ku? Nga burimet e shariatit, burimet bazike, cilat janë Kurani dhe Sunneti. Ata në formë individuale ose në formë kolektive, sidomos në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, dihet që ai shpesh i ka mbledhur sahabët kur është dashur të trajtohet një çështje dhe i ka pyetur: kemi ndonjë ajet, kemi ndonjë hadith për këtë çështje? Dhe janë munduar që së bashku të arrinë në zgjidhje. Po kemi edhe vendime të tjera që sahabët e caktuar i kanë marrë në bazë të përpjekjes ijtihadit të tyre që e kanë bërë ata vetë. E kur nuk gjenin në Kur'an dhe në Sunnet, ata mundoheshin që përmes asaj që më vonë do të quhet si qiyas, si analogji, si krahasim logjik i një baze që ekziston me një diçka të re që është paraqitur, ata mundoheshin të gjejnë zgjidhje për çështje të reja. Dhe ata vendosën themeret e asaj që është sot, që ne kemi dietar që i dim se ata kanë mendimet e tyre. Dhe tani ata që pretendojnë se do duhej që gjithkush të bëj ijtihad, do të mund të thonë, por në kohën e sahabëve gjithkush ka mund bërë ijtihad. Praktika, faktet, historia na thotë që jo të gjithë sahabët kanë bërë ijtihad dhe janë marrë me fetwa. Po ne kemi sahabi nga cilët me fetwaat e tyre ne mund të shkruajmë një vëllim të tërë, duke shkuar më pak, e të tjerë që i kanë pyetur të tjerët. Dhe kemi shumë raste në historinë islame kur dikush edhe pse është sahabi i pejgamberit alayhis salam, e di që dikush tjetër ka aftësi më të mira për të arritur deri në një përfundim të duhur dhe shkon dhe e pyet atë, e merr atë për referencë. Edhe tjetra që edhe në kohën e sahabëve kishte sistem juridik në kuptimin e sistemit gjyqësor, kishte një gjykatës. Dhe vendimet nuk i merrte secili për vetveten, po vendimet i merrte ai që ishte i caktuar si përgjegjës. Kemi për shembull një rast që transmetohet në historinë islame që Omeri radhiyallahu anhu ishte halife dhe dikush erdhi t'i thotë që kishte një problem me dikënd, një hasmëri, një mosmarrveshje. I tha: "Dua të gjykosh mes nesh, o udhëheqës, o prijesi besimtarve." Ai tha: "Kam vendosur Aliun për gjykatës. Shko tek ai të gjykoj." Shkoi tek Aliu, Aliu gjykoi për këtë rast.
Pas disa ditësh Omeri e takoi njeriu në një dhe e pyeti ç'bëre. Ç'ndodhi me rastin tënd? Ai i tha, rasti im ishte kështu, Aliu vendosi kështu. I tha Omeri radiallahu anhu, po të isha unë në vend të Aliu, do të vendosja të kundërt, do të vendosja për ty. Aliu kishte vendosur kundër atij. Ai tha, po ti udhëheqi besimtarëve mund ta ndrosh vendimin, ndroje. Jo, tha. La yunqadu ijtihadun bi ijtihad. Dhe vendosi këtë parim për zhvillimin e drejtës islame dhe tha, ai ijtihadja e përpjekja njerëzore për të gjetur një zgjidhje që nuk është Kur'an apo Sunet, e dikujt nuk rrëzohet me atë të dikujt tjetër. Pra kur dikush që është i thirrur për ta marrë një vendim, ka marrë një vendim, nuk ka të drejtën secili pastaj të dalë thotë jo këto do ta prish. Pse? Sepse kjo krijon anarki. Kjo krijon parregullsi. Duhet të ketë rend, duhet të ketë sistem. Dhe kjo është një nga qëllimet madhore të themelimit të së drejtës dhe të medhhebeve islame dhe nga benefitet për si do të flasim më vonë pak më detajisht. Pastaj kalojmë në fazën tjetër, shariati në kohën pas sahabëve. Në kohën e sahabëve, marr faktin që sahabët kishin jetuar me pejgamberin alayhis salam dhe që ishin të trajnuar nga vetë pejgamberi alayhis salam, nga mësuesve të gjithë njerëzimit, kishte më shumë që ishin të aftë të arrinë në përfundime ligjore dhe të gjejnë zgjidhje për çështjet e reja. Me arritjen e gjeneratës tjetër, numri i njerëzve që ishin ekspert në këtë çështje fillon të paksohet. Edhe dija e mbledhur nga sahabët fillon të profilizohet dhe në këtë kohë paraqiten edhe dietarët e parë që fillojnë të koleksionojnë, të mbledhin qëndrimet e veta. I kësaj kohe i gjeneratës së tabiinëve është edhe themeluesi i shkollës së parë nga 4 shkollat juridike që ne kemi sot, ndjekës së cilës jemi edhe ne vetë, el Imamul Adham, Imami më i madh, Ebu Hanife Nu'man, Ebu Hanifeja, Allahu e mëshiroft. Është faza pra kur lindin shkollat juridike, kur vendosen, çka vendoset? 1. Definohen qartë burimet e shariatit. 2. Definohet metoda se si do të përfitohen ligjet nga këto vendimet e shariatit dhe definohet kush janë njerëzit që kanë të drejtën ta bëjnë këtë. Kjo kanë rrjedhur në një proces të natyrshëm, sepse ne flasim për kohrat e arta kur njerëzit nuk kanë pasur pretendimet që kemi ne sot për të ngritur vetveten dhe për pretenduar se jam unë për ta rrëzuar tjetrin, por që kanë pasur frikë të japin mendim për një çështje të cilën nuk e dinë, sepse janë mbështetur në atë që Allahu xhaleshanuhu ka vendosur parim për ne, për si do të flasim më gjerësisht më vonë, që thotë mos i hyr një çështje për cilën nuk ke ti dituri me bazament, me bazë të fuqishme. Dhe kjo fazë është faza e themelimit të medhhebeve. Pastaj këto medhhebe, këto shkolla juridike që u themeluan, vazhduan të funksionojnë dhe të udhëheqin botën islame deri kur arriti tatpjetza e qytetërimit islam si shtet, e qytetërimit islam si sistem nivel botror, nivel politik, dhe atëherë filluan të paraqiten lëvizje që ne në Shqip nga njëherë i quajmë është një vepër që të gjithë duhet ta lexojmë, Sheikh Muhammed Said Ramadan el-Buti, jo medhebizmi, bidati më i rrezikshëm që rrezikon shariatin islamik, përkthehet si jo medhebizëm. Në fakt është anti-medhebizëm. Dhe në parathënien e veprës ngritja së vërtetës së Imam Keutheriut, që ne e kemi botuar me Qendrën për Studime dhe Kërkime Islame, Magjistra Mehmet Efendi Mehmeti ka pasur një trajtesë të gjatë asaj se ç'është lëvizja anti-medhebiste dhe synim me shka kjo. Pra janë lëvizje që kundërshtojnë këtë sistem të vlerave të medhhebeve. Këtu dua të ndalem pak. Pretendimi pse duhet të sulmohen këto sisteme ishte fakti se këto sisteme na kanë çuar deri atje që ne të jemi të prapambetur dhe të jemi në fund të qytetërimit të aradhës së qytetërimeve botërore. E vërteta është se sistemi ligjor që udhëhoqi shtetin islam, qytetërimin islam, muslimanët si shoqëri në gjithë historinë ishin këto medhhebe. Dhe koha e artë e zhvillimit të muslimanëve ishte në kohën kur këto sisteme juridike aplikoheshin dhe këto sisteme juridike lulëzuan. Madje u ngrit një pretendim në fundin e shekullit 18, në fundin e shekullit 19, fillimin e shekullit 20, një pretendim që në disa qarqe shkencore vazhdon edhe sot, që i akuzoi medhhebet se ata kanë mbyllur plotësisht derën e ijtihadit, se ata më nuk japin të drejtë as kërkujt të bëjë ijtihad, se zhvillimi i të drejtës islame ka marrë fund, e drejta islame ka stagnuar dhe nuk ofron zgjidhje për çështjet e reja. Që profesori që unë kam në Universitetin e Hamburgut atje, një orientalist gjerman, thotë kështu: gënjeshtra më e madhe, thotë, që është përhapur në shekullin 20 dhe që në fakt është frymzuar nga perëndimi, është pretendimi se shariati islamik ka stagnuar sepse dera e ijtihadit është mbyllur plotësisht. Kjo është një frymzim që ka lindur nga lëvizjet të inspiruara nga perëndimi, dikur
në Egjipt dhe që pastaj të gjithë edhe muslimanët edhe jo muslimanët e kanë marrë si të qenë. Realiteti është që e drejta islame ka vazhduar të zhvillohet vazhdimisht. Ai manipulimi që bëhet këtu është që bota islame ka thënë: ne kemi 4 shkolla juridike që janë formsuar kaq mirë, përse na duhet që të bëjmë të tjera? Zhvillimet tona juridike do t'i bëjmë brenda këtyre shkollave juridike. Dhe nuk kanë thënë që për çështjet e reja ne s'duhet të ofrojmë zgjidhje, ashtu siç pretendojnë ata që i sulmojnë këta shkolla juridike. Por të 4 shkollat juridike të etabluara të Ehli Sunnetit dhe Xhamatit kanë ofruar vazhdimisht dhe ofrojnë zgjidhje për të gjitha çështjet aktuale që janë paraqitur dhe që paraqiten. Por se ata këtë ijtihadin për fitimin e rregullave të reja e kanë ndarë në 2 kategori kryesore. Mujtahid mutlaq, mujtahid pra njeri që bën ijtihad absolut, që definon që nga fillimi burimet e shariatit, metodën e kërkimit e të gjitha, dhe nga ana tjetër mujtahid fil madhhab, një mujtahid që nuk synon të ndërtojë një sistem komplet të ri, po që vazhdon ta zhvillojë atë që kanë bërë të tjerët. Dua të ndaj me ju një rast shumë domethënës në këtë drejtim. E gjithë bota akademike islame, jo sot, po në gjithë historinë, nxënësit e mëdhenj të Imam Ebu Hanifes, si Imam Ebu Jusufin, Imam Muhammedin, Imam Zuferin, i quan mujtahid mutlaq, mujtahid absolut, që kanë qenë në nivelin shkencor për të themeluar një shkollë juridike të vetë. Por ata nuk e bën këtë. Pse nuk e bën? Pas vdekjes së Imam Ebu Hanifes, Imam Ebu Jusufi, nxënësi më i madh, më i moshuar se sa Imam Muhammedi, Imam Ebu Hanifes, u caktua si Qadi al-Qudaa, si gjykatës suprem i shtetit islam. Në një mexhlis, në një seancë gjyqësore, ishte ai dhe në praninë të tij ishte edhe Hamadi, i biri Imam Ebu Hanifes, djali Imam Ebu Hanifes. Erdhi dikush dhe e pyeti për një çështje Imam Ebu Jusufin, gjykatësin. Ai gjykoi në këtë çështje, po gjykoi me mendimin e Imam Ebu Hanifes. Kur doli ky njeriu nga seanca, Hamadi, i biri Ebu Hanifes, u kthye dhe e pyeti, tha: Imam, ti kur jetonte babai imami, mendoje ndryshe nga ai, kishe mendim tjetër, qëndrim tjetër në këtë çështje. Pse u përgjigje me qëndrimin e imamit? Ai u përgjigje dhe i tha kështu: ne e kundërshtonim imamin për të nxjerrë edhe më shumë nga dija e tij, për të provokuar dijen e tij, për të vërtetuar e për të bazuar edhe më fuqishëm argumentet në çështjet që kishte. Jo sepse mendonim se dim më shumë se ai. Ktu shihet sinqeriteti i atyre që për 1000 sa vjet nuk themeluan shkolla të reja. Nuk është se ishin të paaftë, ishin të ngurtë në nxjerrjen e vendimeve të reja, po ishin të sinqertë që të thonë, nëse ky përpara meje ka zhvilluar një metodë fantastike, përse unë të ndryshoj vetëm zhëjen e alfabetit dhe them që është alfabeti im, kur mund ta zhvilloj këtë? Dhe nuk është e rastësishme që Allahu xhaleshanuhu ja ka mëndsuar shkollës juridike hanefite, medhebit hanefi, që të jetë më e përhapur në trojet islame. Në trojet islame sepse për dallim nga shkolla të tjera, për shembull, shkolla juridike hanefite nuk mbështetet vetëm në mendimet e Imam Ebu Hanifes, po e një grupi e një akademie shkencore që ai kishte përreth vetes. Dhe mendimet e Imam Ebu Jusufit, edhe pse ai në këtë kohë thotë që nuk duhet të merren, dietarët më vonë kanë vlerësuar dhe kanë thënë, jo, medhebi ynë është një begati e madhe dhe ne do të marrim nga mendimet e të gjithëve këtyre. Dhe ne kemi për Imam Ebu Hanifen si themelues të kësaj shkolle. Po kemi pastaj edhe Ebu Jusufin, edhe Muhammedin, edhe Zufairin, edhe të tjerët, dhe në rast të nevoje ne marrim edhe mendimet e tyre dhe zhvillojmë të sistem të madh juridik. Pastaj, ne kur flasim për shekujt më pas themi po të gjithë e ndjekin Ebu Hanifën. Jo, nuk e ndjekin Ebu Hanifën si ndjekës si e ndjekim ne një hoxh ku nuk e dim përgjigjen. Por të gjithë brez pas brez janë dietar që me aftësitë e tyre shkencore arrin në përfundimin që edhe unë do të kisha të njëjtin mendim. Dhe në fund, duke mos pasur nevojën egoiste për të promovuar vetveten, nuk thonë ky është edhe mendimi im, po thonë unë i bashkangjitem kësaj shkolle. Pse? Sepse edhe rezultati, hulumtimi im shkencor më sjell në këtë vijë dhe unë vazhdoj dhe e zhvilloj atë. Dhe nëse i marrim veprat e Imam Muhammedit, do t'i shohim se janë disa çështje, nëse i marrim veprat e medhebit Hanefi 1000 vjet pas, ka me mira çështje të tjera që nuk janë në veprat themelore atje, që janë degëzime të asaj. Po që për hir të sinqeritetit, për hir të faktit se është shfrytzuar e njëjta metodë, i njëjti kallëf, është e njëjta fabrikë dhe prodhimi që del më vonë i një makine që dikur e ka themeluar dikush tjetër nuk e ndron emrin. Vazhdon të mbaj emrin e themeluesit, edhe pse themeluesi nuk jeton më, por sepse ai ka ndërtuar këtë sistem, e ka zbuluar këtë dhe kjo vazhdon të perfeksionohet për ruan atë emrin e parë.
Prandaj dhe medhebet nuk janë shkolla të një njeriu të dy njerëzve. Janë të mira dietarësh ndër shekuj që i kanë zhvilluar këto medhebe dhe që vazhdimisht kanë dhënë edhe zgjidhje të tjera. Unë e them shpesh, nëse marrim të krahasojmë, nuk do të gjejmë dy libra të medhebit Hanefi ose të medhebeve tjera që janë 100% identik me njëri tjetrin. Pse? Secili dietar ka shtuar nga një çështje nga çështjet që janë aktuale të kohës së tij, që nuk kanë qenë më përpara dhe e ka pasuruar të trashëgimi të madhe juridike. Një përmbledhje para se dalim te pyetja tjetër. Ç'janë medhebet dhe kujt i kanë shërbyer këto? Medhebet, siç tham, janë çka? Janë të themeluara nga një dietar që e merr Kur'anin dhe Sunetin dhe thot, po, jemi përpara sfidave të kohës. Duhet të vendosim një metodë, si do të ndjerim rregullat nga Kur'ani dhe Suneti. Thot, Kur'ani do të jetë i pari, parimor, pastaj Suneti, pastaj ç'të bëjmë ku nuk është në Kur'an dhe në Sunet? Është me konsenzus të dietarëve, burimi i tretë është pastaj ixhmai, është mendimi unanim i të gjithë dietarëve të një kohe. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë që ummeti im asnjëherë nuk do të bëhet bashk në dalalet, në humbje. Edhe prandaj kanë thënë, kur dietarët e një kohe të gjithë janë të një mendimi, kjo bëhet një lloj e fuqishme si Kur'ani dhe Suneti, sepse ka dashur Allahu xhaleshanuhu që të gjithë këta dietar, këta mendje të ndritura të mendojnë kështu njëjtë. Dhe pastaj burimi i katërt, analogjia, krahasimi një çështje që ka ekzistuar me një çështje të re. Allahu xhaleshanuhu nuk e përmend birrën në Kur'an, por e përmend alkoolin. Dhe kur e përmend alkoolin, na tregon arsyen, na tregon dëmin që alkooli e bën. Dhe dietarët thonë, pasi të kemi analizuar urdhrin e Allahu xhaleshanuhu, hadithet e pejgamberit alayhis salam që na tregojnë se çdo pije dehse është e barabartë me venën, atëherë themi çdo pije alkoolike, edhe pse nuk quhet venë, po ka emra të tjera më pas, e merr vendimin e njëjtë. Dhe ky në fakt si emër është burim tjetër, por në të vërtetën është kthim në burimet esenciale, në Kur'an dhe në Sunet, dhe punim, rivlerësim i tyre dhe zbatim i tyre. Medhebet pastaj, pasi kanë këtë burimet e definuara, definojnë një metodë si do të punohet me këto burime. Definojnë atë kallëpin. E dini, ne kemi madhësi, për shembull, kemi madhësi të teshave me numra, kemi madhësi të teshave me shkronja dhe kështu me radhë. Dhe nëse e marrim një madhësi me shkronja dhe e masim, do të na dalë S, M, L dhe kështu me radhë. Me numra do të dalë diçka tjetër, nëse marrim veshje me elegante, një vlerësim tjetër. Dietarët kanë vendosur kallëpe të rregullave dhe të vendimeve. Dhe kanë thënë që kur të vinë një ajet kuranor me këtë formë gjuhësore, të jetë në formën urdhërore, njëri të thotë kjo do të dalë fars. Tjetri të thotë duhet të shikohen rrethanat, mund të dalë edhe sunet të mos jetë fars dhe kështu me radhë. Dhe ai tjetri thotë, nëse Kurani ka një vendim absolut, dhe pastaj vjen një hadith, për shembull medhebi Hanefi të thotë që Kur'anin nuk mund ta ridefinosh me hadithe që i ka transmetuar vetëm një njeri. Përse? Kur'ani është transmetuar nga një numër i madh njerëzish, me atë që quhet tewatur në Islam, niveli më i lartë i transmetimit. Dhe pastaj ke një hadith të transmetuar nga një njeri që është shumë i besueshëm. Por ama a mund ta ndryshosh, ta specifikosh kuptimin e Kur'anit me një hadith? Imam Ebu Hanife thotë jo. Dhe prandaj të del tek Hanefit për shembull që ne nga frutat e detit ham vetëm ato që janë të përmendura direkt në Kur'an, vetëm ato që mund të llogariten si peshq. Dhe të del në shkolla tjera juridike që mund të hanë edhe frutat tjera, definohet ndryshe kafshët e detit, se definohen me hadithe që janë të transmetuara nga një njeri. Pse ndaloi për shembull këtë Imam Ebu Hanifja? Sepse nuk i donte këto lloj ushqimi? Apo pse e lejoi Imam Shafiu? Sepse i pëlqente këto ushqime? Jo, sepse ka vendosur parim. Dhe kur parimi i thotë që kallëfimi është ky i vogli, del vendimi kështu, ky tjetri del kështu, ai përmbahet asaj. Përse? Kjo është metodë parandalimi që njeriu të mos ndikohet nga nevojat, nga presionet, nga rrethanat e kohës dhe të vendit të vet. Po kur ti vi vendimi, ta marr vendimin siç janë parimet. Sikur të mos jenë shkollat juridike dhe këto kallëfe. Sikush atëherë kur të doj që ta mbuloj që është shëndoshur pak, do të thotë që nuk e kam. Po qenë ka gabim kjo mëja apo lëja që është si madhësi tek tesha, ta ndryshojmë pak, ta manipulojmë atë. Edhe kur të bëj presion dikush apo të ketë nevojë dikush që një vendim juridik t'i dal halal, të mund ta ndryshoj. Jo, janë parimet. Dhe nëse nuk e gjej te ato parime që e kam, nuk mund ta ndryshoj vendimin. Pra është parandalim që pa aftësia apo kufizimi njerëzor të ndikojë në të drejtën islame. Tjetra,
Medhebet paraqesin sistematizimin e rregullave të Islamit për t'i lehtësuar që njerëzit të kenë qasje të lehtësuar ndaj tyre. Thirrja që ne nuk duhet të kemi shkolla juridike dhe secili duhet të marrë vendimet nga vetvetja, është thirrje që është absurde. Paramendojeni sa e vështirë është për të gjithë ju keni një problem, të mos keni të drejtë të pyesni një njeri, një dietar, të mos keni të drejtë të lexoni një libër, po të merrni Kur'anin dhe të gjitha me 10 mira, qindra mira hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe të kërkoni zgjidhjen për një çështje. Lejeni anash që nuk i kemi të gjithë aftësitë e njëjta. Kohën ku do ta gjejmë secili për secilën çështje të merret ka gjallë. Pra është thirrje absurde që nuk ka asnjë bazë logjike. Ç'u bën medhhebet? Të shkruajnë libra në formate të ndryshme për klasa të ndryshme njerëzish që ti t'i gjesh përgjigjet. Dhe ke ato manualet mukhtasar, doracakët e vogël që ta ka dhënë vetëm zgjidhjen, sepse ti e di cilën e ke referencë, cilin e ke imam dhe nuk të duhet që ai të ti përmend gjitha argumentet. Ti do thjesht ta dish çka ta prish e s'ta prish namazin, çka të lejohet të hash, çka të lejohet të bësh tregtime të, çka s'lejohet. Pastaj ke librat e detajuar për ata që janë ekspertë, që do të duan të diskutojnë ato, të zhvillojnë ato edhe më qartë. Pastaj ke librat e diskutimit të dytë e të tretë në nivele dietarësh. Dhe këtu shihni kemi libra të njëjtave çështje me një vëllim, me dy vëllime, me 10 e me 25. Për të gjitha shtresat. Kjo është shkollë juridike, që sikush të ketë mundësinë ta gjej në bazë të nivelit dhe të nevojës së vet përgjigjen që atij i duhet. E tjetra, medhebet mundësojnë një sistem të zbatueshëm ligjor. Thirrjet kundër medhebeve kanë lindur në kohën kur muslimanët nuk kanë pasur sisteme funksionuese juridike islame dhe nuk kanë pasur shtete funksionale islame. Sepse të thirrësh që sikush mund të marrë vendimin e vet, kjo do të thotë që në secilin konflikt, secili të ketë mendim për vete. Si do të ndajmë të drejtën? Cilin do ta bëjmë ligj? Është absurde. Por ama fakti që ka munguar sistemi juridik islam, u ka dhënë mundësinë këtyre thirrjeve absurde që ata të gjejnë vesh të njerëzit që nuk kanë mundur të mendojnë 2-3 hapa më larg dhe ta llogarisin se pa pasur një sistem të definuar. Dhe kthehem sërish te orientalistët që e vlerësojnë shariatin dhe medhhebet më shumë se sa disa muslimanë që nuk i njohin ato, dhe thonë që dobia kryesore e medhhebeve është fakti që ata kanë ofruar një sistem ligjor të parashikueshëm që ke mundur ti të zhvillosh marrëdhëniet e njëjta tregtare nga Afganistani e deri në Andaluzi dhe të dish se kontrata e njëjtë do të vlej edhe atje. Pra ofrojnë një sistem ligjor të zbatueshëm praktik që mund ta dinë të gjithë dhe përmes sistemit të mësimit tradicional të shkollave ti e pyet dikë në Andaluzi për një çështje, ai e di dhe ai tjetri atje në anën tjetër në lindje edhe ai e di. Dhe këtu keni një diagram të shkurtër që në fakt e paraqet edhe atë që medhhebet nuk janë të mbira si kpurdhat pas shiut, po që janë zhvillim zinxhiror i dijes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam brez pas brezi përmes brezave të dietarëve deri te themeluesit e medhhebeve e pastaj edhe më pas. Pasi e mësuam historikisht themelimin e medhhebeve, dalim te pyetja, a mjafton mua Kur'ani dhe Sunneti? Që vetvetiu në fakt nga ajo që tham, edhe jemi përgjigjur, por ta marrim sërish tani nga një çështje tjetër. I lëm medhhebet me një anë. Ti kthehemi Kur'anit. Ç'thot Kur'ani? A thua Kur'ani na obligon neve që të gjithë të gjejmë vendimet nga Kur'ani, nga Sunneti vet? Apo Kur'ani na fton që disa njerëz të profilizohen, ta bëjnë këtë e tjerët mos e bëjnë? Allahu xhaleshanuhu në surën Teube kur flet për xhihadin, për mbrojtjen e Islamit, për luftën për Islamin, thot kështu: nuk duhet që besimtarët të gjithë, nuk duhet që ata të gjithë të dalin për në xhihad, për në luftë. Përse? Sepse një pjesë e tyre duhet thot, nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithë një herësh, por prej çdo bashkësie, min kulli firqatin minhum, ta'ifatun, le të mbetet një grup, një ta'ife, li yatafaqahu fi din, le të mbetet mbrapa, të qëndrojë në vend dhe le të mësojnë fen. Li yatafaqahu fi din, të mësojnë fen detajisht, rrënjësisht. Përse? Li yatafaqahu fi din, pastaj që ata ta këshillojnë, që tërheqin vërejtjen popullit të vet, edhe atyre që kanë qenë në luftë, kur të kthehen, ti mësojnë ata se cilët është rruga e drejtë, mbasi të kthehen nga lufta, që ti friksohen Allahu, ta gjejnë rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Ajo që është shumë e rëndësishme këtu është që Allahu xhaleshanuhu menjëherë na bën një profilizim. E kemi në Kur'an në fakt përgjigje.
Dhe thot, nuk janë të gjithë për gjithçka, po secili për atë që mund ta bëjë. Dhe ata që mund të luftojnë e të na mbrojnë fizikisht, urdhroni, po të tjerët janë të aftë që ta mësojnë fen, duhet të rinë aty, ta mësojnë fen, ta zhvillojnë atë. Dhe është një transmetim shumë i bukur nga një nga luftëtarët më të mëdhenj për Islamin. Nga shpata e Allahut, ashtu siç e quajmë, Khalid ibn Walidi, radiallahu anhu, që thotë që në pleqërinë e tij ka pasur vështirësi që ai ta lexojë aq rrjedhshëm dhe bukur Kur'anin si sahabët tjerë që e kanë mësuar shumë mirë. Dhe thotë, më vjen keq, i kërkon falje Kur'anit, e parafrazoj dhe thotë që më vjen keq o Kur'an se xhihadi nuk më ka lënë aq kohë të merrem me ty e të mësoj ty aq bukur sa ishte. Sa ishte e nevojshme që të di si tjerët. E tani shihni, Khalid ibn Walidi e ka ndarë kohën për diçka tjetër dhe nuk ka pretenduar të gjitha përgjigjet, ti di vetë. Po e ka ditur se ai është komandanti që prin në luftë, e dikush tjetër është ai që di t'i jap përgjigjen kur ti duhet përgjigje. Nga çdo grup, thot Allahu Leshanuhu, një pjesë të profilizohet e ti mësoj të tjerët. Që janë medhhebe, që janë dietarët, që janë shkollat, është profilizim i një grupi deri në maksimumin e njerëzores që të tjerët ta kenë të lehtë. Zhvillojeni jetën në sferat tuaja dhe përgjigjen ja ku e keni këtu kur të kthehen. Pastaj e përmendëm në faktin që edhe sahabët jo të gjithë kanë dhënë përgjigje për të gjitha, po janë ndarë një grup i sahabëve në fukahat e sahabëve, në ekspertët e të drejtës, të tjerë kemi që ne i njohim si komentues të Kur'anit, që janë njohur edhe në emrin e sahabëve, është ditur cilin ta pyesësh, për çka ta pyesësh. Tjetra është parimi që Allahu Leshanuhu na thot kështu në Kur'an. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos i hyr një çështje për të cilën nuk ke ilm. Dhe ilm në gjuhën arabe është dituri, që është e mbështetur, që është dituri e përfituar, jo një njohje do si do, një thashë them, por është dituri e mbështetur në një proces të gjatë njohje, që është rezultat i një procesi të shëndosh të hulumtimit, që ka arritur te përfundim. Përse? Sepse për të gjitha do t'japësh nesër përgjigje para Allahu Leshanuhu. Inna sam'a wal basara wal fuad. Se për atë që ke në zemër, që ke në mendje, se për atë që dëgjon, për atë që sheh, do t'japësh përgjigje përpara Allahu Leshanuhu. Pra, muslimani nuk ka guximin që secili t'i thotë ti s'di. Po muslimani është modest dhe pyet atë tjetrin që di më shumë. Pra ja njeh meritat atij tjetrit. E kundërta e prirjeve që sot ose në shekujt e fundit njerëzit kanë pasur për ti nënvlerësuar gjeneratat e mëparshme dhe për thënë se ç'kan qenë ata. Ata ishin burra e ne jemi burra. Dhe për këtë thënie disa nga hoxhallarët tanë, profesorët tanë të Ezherit në Egjipt thoshin shumë bukur. Ata kanë qenë burra po ne jemi vetëm meshkuj, vetëm gjininë kemi të njëjtë me ta. Po burrin jo. Sepse kanë qenë të një niveli dhe një kalibri tjetër, kanë qenë kolos të mëdhenj të fesë islame. Dhe tani, Kur'ani dhe Sunneti i mjafton mujtehidit që di të zhvilloj përgjigjen nga të, po jo çdo njeriu nga ne. Leximi i Kur'anit dhe i Sunnetit është të paktën dy llojish. Nuk pretendoj unë dhe as kërkush që Kur'ani është i palexueshëm për të gjithë ne. Kur'ani është i lexueshëm për të gjithë. Dhe Kur'ani për të gjetur frymëzim, për të mësuar nga përvojat e popujve të tjerë, për të frymëzuar zemrën, për gjetur shërim zemrash, për gjetur udhëzimin që të shon tek Allahu Leshanuhu, është dhe do të mbetet i lexueshëm për çdo njeri pa marrë parasysh nivelin e tij. Por Kur'ani si burim ligji për të nxjerr ligje, për të definuar ligje nga ai, lexohet vetëm nga ata që Kur'ani ju zbrit sahabëve që ishin arabë dhe që e flishin pastër gjuhën arabe. Për ta kuptuar si burim ligji Kur'anin duhet të njohësh të paktën gjuhën arabe ashtu siç e njihnin sahabët, se duhet ta kuptosh ashtu siç u tha atyre. Jo siç ti e lexon në përkthimin e 17 nga gjuha në gjuhë dhe që mendon se e ke arritur origjinale. Kur'ani ju shpall një popull që jetonte në një kohë dhe një vend të caktuar. Për ta kuptuar atë në nivel ligjor duhet të dish të njohësh traditat e tyre edhe përpara Kur'anit edhe pastaj. Dhe janë një sër shkencash të gjuhës, e të logjikës, e të njohjes së Kur'anit, e të shkaqjeve të zbritjes së Kur'anit, të kohës së zbritjes së Kur'anit, të rregullave të aplikimit të tij që duhet të di një njeri për të pasur gjykimin që ai të nxjerr një ligj nga Kur'ani, për të pasur guximin që ai thotë që mund ta bëjë. Për ta lexuar si libër udhëzimi për të gjithë po si libër burim ligji, Kur'ani e aq më pak Suneti pejgamberit alayhis salam nuk është. Prandaj dhe kemi ne nga hadithet përmbledhje nga më të ndryshmet. Kemi përmbledhje që t'i lexojmë me të shërojmë shpirtrat, si përmbledhjet e shkurtra, 40 hadithet e këtij imami e të tjetrit, përmbledhjet e ndryshme si
për shembull që e njohim të gjithë Riyadus Salihin të Imam Neveviut, apo Ramuzu Hadith Rasul Imam Gymish Haneviu, apo 40 hadithet e Imam Neveviut, 40 hadithet e një imami tjetër, që janë përmbledhje për nevojat e njerëzve që ti lexojmë të shërojmë shpirtin. Po hadithet që kanë të bënë me të drejtën, hadithet që kanë të bënë me rregullat e ligjit, që duhet të dihen shkaqet pse janë thënë, ku janë thënë, si janë thënë, vlen për të gjithë apo vetëm për një njeri, vlen për gjithmonë apo ka pasur një hadith tjetër më vonë që e ka zhvleftësuar atë tjetrin përpara, e ka deroguar atë. Kjo është vetëm për dietarët që janë të zhytur në këtë drejtim. Dhe tjetra, pretendimi që ne mund të arrijmë te Kurani dhe Suneti vetëm sot është pretendim absurd, sepse Kur'anin dhe Sunetin neve sot na i kanë sjell këta dietar që kanë funksionuar përmes medhebeve. Dhe ne nuk kemi asnjë zinxhir që na arrin neve, që na i sjell neve këto burime, këtë shpallje të Allahut Leshanuhu përveç se këtyre dietarëve. Kur të marrim dhe ta vlerësojmë një hadith dhe të themi se ky është apo s'është autentik, ne duhet të mbështetemi domosdoshmërisht në biografitë dhe në përpunimin që i kanë bërë dietar të këtyre shkollave me qindra vjet më parë. Prandaj pretendimi sot se ti mund të parakalosh të gjithë dietarët dhe të arrish direkt te Kurani dhe Suneti është absurd, sepse rruga që çon te Kurani dhe Suneti është trashëgimia shkencëtare e këtyre dietarëve. Dhe tjetra, të thuash se secili duhet marrë nga Kurani dhe Suneti është thirrje për dy sende. E para, për zhvleftësimin dhe hudhjen në balë të gjithë trashëgimisë shkencëtare islame, nga e drejta islame, nga hadithi, nga tefsiri dhe gjitha shkencat. Përse na duhen neve mendimet e dietarëve? Pse na duhet hadithi që ata e zhvilluan si shkencë, e tefsiri komentimi i Kuranit kur gjitha mund t'i bëjmë vetë? Ose nëse do ta marrim ne nga ata Kur'anin, nga ata komentimin e Kuranit, nga ata hadithin, vlerësimin e hadithit, biografitë e transmetuesve, atëherë sa të pasinqert jemi ne kur vjen ke puna e përfitimit të drejtave, t'ju themi jo këtu ti s'di. Deri tani ishte referenca ime për gjithçka, tani kur s'më vjen mirë mua ti s'di. E tjetra është thirrje për anarki. Është thirrje për mungesë sistemi të vlerash, mungesë sistemi juridik dhe sistemi funksional. Dhe në fakt është thirrje jo e sinqertë. Përse? Nuk ka asnjë nga ata që trompetojnë kundër medhhebeve dhe që thirrin për rikthim në Kur'an dhe në hadith që nuk shkruan vepër të veten me mendimet e tija personale për çështjet e caktuara të kohës. I nderuar, nëse duhet të marr vendimet nga Kurani dhe Suneti, përse më shkruan libra? Vetë libri yt është i pavlefshëm, se s'më duhet. Mbaj mendimet tuaja për vete. Nëse mendimet e Imam Ebu Hanifes, të Imam Shafiut, të Imam Malikut, të Imam Ahmedit nuk bën unë t'i aplikoj, përse duhet të aplikoj mendimin e Ensarit e Tarlimit të atij tjetrit, që sot mundohet të më shkruaj një libër? Të faleminderit, nuk kemi nevojë për veprën tënde. Të pretendoj dikush në shekullin e 20 të shkruaj një libër, namazi i pejgamberit alayhis salam, është shpifje ndaj të gjithë muslimanëve deri në kohën e tij se nuk kanë falur si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dini sa e rëndë është kjo shpifje. Nuk e mban toka. Por ama duket shumë bukur kur e sheh në kopertinë të librit, namazi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po përse? Si mendojmë ne? U falën të gjithë këta muslimanë ndryshe nga pejgamberi alayhis salam. E kur ti pyes, ti thuash, ti ke guximin që tu thuash tabiinëve si Imam Ebu Hanife se janë falur ndryshe nga pejgamberi, thotë, jo, Allahu na ruaj, nuk flasim keq për dietarët. Si nuk flet? Ti akuzon këta dietar që falen ndryshe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qëllim, dhe ti e zbulove sot formën e faljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me hadithe që ata vetë ti kanë transmetuar ty. Është thirrje jo e sinqertë, sepse secili në fund të thotë, unë e kam përgjigjen nga Kurani dhe Suneti. Dhe me fakt të thotë, Imam Ebu Hanifeja, Imam Maliku, Shafiu, Ahmedi e të tjerët nuk ditën ta lexojnë Kuranin dhe Sunetin si unë di ta lexoj më mirë. Kjo nuk është thirrje kundër medhhebeve dhe kthim në Kur'an dhe Sunet. Është thirrje kundër disa medhhebeve dhe thirrje që unë vetë të themeloj një medhheb të ri dhe unë të jem imami yt e ti të më ndjekësh mua. Që është thirrje që është shumë e padrejtë në vetvete, sepse është shumë e thjeshtë. Dhe do ta shohim nga një shembull që tani do të na vi në fund te pyetja tjetër. A e ndjekim ne Ebu Hanifen apo pejgamberin alayhis salam dhe cili duhet të ndiqet? Në fakt, kjo akuzë apo kjo pyetje është shumë e padrejtë dhe është jo legjitime në vetvete, sepse siç tham, të pyesësh a e ndjek Imam Ebu Hanifen apo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ti vendosësh këta di ballë për ballë njëri tjetrit, ti pretendon automatikisht se Imam Ebu Hanifja është kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe akuzon atë që ai nuk e ka ndjekur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ti po e bë këtë. Guximin ta thot këtë drejt për së drejti nuk e ka as kërkush.
Po guximin ta thot tërthorazi e që njerëzit mos e kuptojnë dhe të bien në grackën e tyre e kanë shumë fatkeqësisht. A e ndjekim ne Imam Ebu Hanifen apo pejgamberin alayhis salam? Ne e ndjekim atë që e ndjek Imam Ebu Hanifeja përmes Imam Ebu Hanifes. Cilin e ndjek ai? Ta pyesim atë vet. Dhe ai na ka treguar e pyetën, nga i merr ti këto mendimet tuaja, këto qëndrimet tuaja, këto vendime tuaja që na sjell neve, që ne tjerët si kemi? Ai tha, "Akhudhu bi kitabillah." Un marr nga libri i Allahut subhanehu. Fa in lam ajid akhudhu min sunnati rasulillah. Marr nga sunneti, nga hadithi i pejgamberit alayhis salam. Dhe nga hadithe që janë të përhapura në mesin e njerëzve të besueshëm, jo nga secili që pretendon se ka dëgjuar një hadith, sepse edhe të atill ka pasur. Dhe sfida e dietarëve ka qenë të filtrojnë hadithet e vërteta nga hadithet e pretenduara. Dhe pastaj i definon burime të tjera që nuk kemi sot kohë të merremi me burime të tjera. Po vetëm Imam Hanife thotë, cilën marr? Librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam. Prandaj pyetja është jo legjitime në vetvete. Para 2-3 vjetësh ka qarkulluar në rrjetet sociale një video e një hoxhe shqiptar që kur ballafaqohet me faktin që për një çështje të namazit Abdullah ibn Mesudi, personi i 6 që ka pranuar Islamin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu për të cilin pejgamberi alayhi salam ka thënë, nëse dëshironi ta dëgjoni Kur'anin si është zbritur, dëgjojeni nga Ibn Abd, nga Abdullah ibn Mesudi. Dhe i thuhet që, po Abdullah ibn Mesudi thot se kjo pjesë në namaz duhet jetë kështu. A i bërtet dhe thot, ti a e ndjek pejgamberin alayhi salam apo Abdullah ibn Mesudi? Shihni marrëzia që nivelesh mund të arrijë. Pa vetdije ndoshta, që do të ishte shumë e bukur të ishte pa vetdije dhe unë shpresoj të jetë pa vetdije. Personi në fjalë akuzon Abdullah ibn Mesudin, një nga sahabinët më të mëdhenj të pejgamberit alayhi salam, se ai me qëllim është falur ndryshe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa e pa logjikshme është kjo fjalë, që në moment afekti dhe emocioni për të mbrojtur në formë të pamenduar qëndrimin tënd, ti thua edhe atë që nuk e ban qielli e toka. Dhe sikur ta pyesim, t'ja kthejmë pyetjen mbrapsht, edhe vetë personit i themi, ti pretendon se Abdullah ibn Mesudi ka shpikur një namaz të ri? Do thotë, jo, asnjëherë. Ne s'mund të flasim keq për sahabët. Kush flet në këtë rast keq për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Unë para shumë vitesh kam lexuar një anekdotë shumë të bukur që ka ndodhur në pjesët ku ndiqet medhebi Imam Malikut, Allahu e mëshiroft, në pjesët e Afrikës Veriore, që një grua plak na jep një mësim jete dhe përgjigjen definitive kundër thirrjeve antimedhebiste. Shkon në xhamin e lagjës së vet dhe e pyet imamin e lagjës se i thot, "Ma tregon fetuajën qëndrimin islam për këtë çështje, si të veproj?" Imami i kthehet dhe i përgjigjet me një pyetje, i thot, "Do të ta tregoj qëndrimin sipas Kur'anit dhe Sunnetit apo qëndrimin e Imam Malikut?" E bën edhe ai këtë binomin, këtë krahasimin, të antitezën, të kundërtën, an apo bën. Plaka i kthehet dhe i thot, "Ma tregon mendimin e Imam Malikut, se ai e ka ditur Kur'anin dhe Sunnetin më mirë se ti." Është kaq e thjeshtë. Ma thuaj mendimin e Imam Malikut, se Kur'anin dhe Sunnetin ai e ka kuptuar, jo ti. Si të sigurohemi që ndjekim një hoxh të drejtë në rrethanat këtu ku jemi? Ajo që dua të potencoj është që ne, shqiptarët, jemi një popull që kemi pranuar shumë herët Islamin dhe nuk e kemi pranuar në baza sektarizmi, në një formë të shtrembruar e të gabuar që pastaj të kemi nevojën që ta drejtojmë, ta rregullojmë e ta përmirësojmë atë. E kemi pranuar dhe e kemi zhvilluar me shekuj Islamin burimor. Dhe unë kam përkthyer dhe jam në prag të botimit të një vepre që nxjerr në pah nivelin e lartë shkencor të dietarëve, të hoxhallarëve tonë, jo shumë herët, po të fundit të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20, që kanë qenë esh për eshi me dietarët e mëdhenj të kohës në të gjithë botën. Ne shqiptarët kemi një traditë të pasur fetare të ndjekjes së një shkolle juridike, të ndjekjes së Ehli Sunnetit dhe Xhamatit, të medhhebit Hanefi, që është shkolla më e përhapur në gjithë botën islame. E para e shkollave juridike dhe më e përhapura. Dhe ne mund të krenohemi me faktin që jemi ndjekës të kësaj shkolle me shekuj të tërë. Dhe kjo traditë nuk duhet të përmirësohet, nuk duhet të rrëzohet, por duhet të bëhemi mbrojtës të saj. Dikush na akuzon dhe thot se bëheni si ata që në kohën e pejgamberit alayhis salam i mbronin traditat pagane dhe thonin që do të bëjmë atë që bën baballarët. Atyre ju përgjigjemi që të ndjekim sahabët, të ndjekim imamët tonë të mëdhenj,
është nder dhe privilegj për ne, pa marrë parasysh akuzat që neve mund të na thuhen. Prandaj, të siguruarit se ndjekim një hoxh të drejtë është të shohim a ndjekim një hoxh që është i vetëdijshëm, që jemi pjesë e këtij zinxhiri, apo që pretendon se ka zbuluar diçka të re në këtë kohë dhe mundohet të na thirrë për një diçka të re. Sepse sulmet ndaj traditës fetare këtu tek ne vijnë nga lëvizje tendencioze që duan të promovojnë vetveten në kurriz të traditës së pasur shekullore që ne kemi pasur. Prandaj, të kemi dy sende parasysh. Të mbështetim dhe të ndjekim imamët e lagjes e qytetit e rrethit tonë. Sepse sidomos ne muslimanët e kësaj pjese, e pjesës së Maqedonisë, në këto dekadat e fundit kemi pasur dhe kemi hoxhallar të profileve më të larta shkencore. Nëse merrni literaturën në gjuhën shqipe do të shihni që veprat e para dhe themelore në gjitha shkencat, në Kur'anit, të hadithit, të drejtës islame, janë përkthyer dhe janë përgatitur nga hoxhallar të trevave tona. Nuk kemi nevojë të kërkojmë referenca larg. I kemi referencat afër, të mos mundohemi të pretendojmë se të gjithë duhet të bëhemi dietar dhe të zbulojmë diçka, po të zhvillojmë të traditë fetare që i kemi, të mbështesim dhe të jemi krah hoxhallarëve tanë që i kemi, që fatmirësisht ne si trev e vogël kemi me dhjetra hoxhallarë të diplomuar nga universitetet më eminente të botës islame. Që kur unë ju tregoj se nga fshatrat tona ka me dhjetra të diplomuar në botën islame, njerëzve kudo që jam në perëndim nga pjesa të tjera të botës islame, të gjithë mahniten me këtë fakt. Jemi shumë pak, po kemi shumë hoxhallarë të profilizuar që fatkeqësisht ju adim pak vlerën dhe me një deklaratë që na duket bombastike nga dikush që mund të jetë pa asnjë pikë referencë dhe formimi shkencor nga një pjesë tjetër pak më lart diku, ne e braktisim traditën tonë shekullore dhe dalim në anën tjetër. Ti qëndrojmë besnik kësaj tradite që na ka mundsuar që ne të vazhdojmë të jemi këta që jemi. Të flasim këtë gjuhë që e kemi duke ruajtur këtë identitet fetar që e kemi dhe ta shkryejmë në këtë formë borxhin që kemi ndaj etërve tanë që na kanë lënë trashëgim këtë identitet kaq të bukur. Besimtarë të Allahu xhaleshanuhu duke ndjekur shumicën e muslimanëve, duke ndjekur atë rrugën e drejtë, të jemi idhtar të sunnetit dhe të shumicës së muslimanëve. Kaq nga ana ime, ju faleminderit të gjithëve për vëmendjen.